Përshëndetje të dashur miq. Si fillim dua ta nis këtë video mesazh me një parathënie të shkurtër, të cilën dua ta cilësoj për 80 ditë kam zgjedhur që të mos bëj replika publike, të mos bëj video mesazhe publike, pa çka të gjitha gjërave që kanë ndodhur në këto 80 ditë me mua personalisht, por dhe me situatat apo ngjarjet në shesh. Jam përpjekur që, sidomos mbas të 40-tave të protestës, kam zgjedhur që të takoj të gjitha grupimet, të takoj të gjithë individët që janë përpjekur të krijojnë një lloj situate që ndoshta nuk e favorizon shumë ecurinë e protestës, por avantazhon shumë kundërshtarët tanë, atyre që ne ju kemi dalë përballë, kur neve bëjmë këto diskutime publike. Mendoj që diskutimet apo kënaqësitë që ne mundet të kemi, i kemi ndarë mes njëri tjetrit në shesh dhe mendoj që duhet të vazhdojmë ta bëjmë sërish edhe kur ndajmë mendime të kundërta, duhet t'i bëjmë na të shesh ballë për ballë dhe sy më sy. Por në këtë rast e kam pak të pamundur që këtë diskutim ta bëj në shesh për shkak sepse një nga miqtë tanë që e kam mbështetur protestën deri më sot është edhe Dritani, i cili bën deklarata her pas here publike në Instagramin e tij dhe ai i mëshon shumë njerëz nga 5 kërkesat tona dhe ngre gjithmonë pikpyetje sepse ne nuk japim rëndësinë e duhur apo pse nuk ngrem si çështje kryesore vetëm ligjin dhe jo 4 pikat e tjera. Sot po ndiqja me kujdes një nga deklaratat e tij, që normalisht është e stërpërsëritur në 80 ditët e protestës, e cila është kjo këtu. Unë e kuptoj që ditën e parë që ligji 21/24 e largon Edi Ramën, ndoshta jo për 24 orë, por asnjë javë nuk rrit dot aty, nëse shfrytëzohet. Këtë e di edhe jo vetëm unë, po e dini edhe ju. Ndoshta edhe më mirë se unë, sepse ju jeni më të lexuar, ju jeni njeh politikën shqiptare më mirë, keni pasur më shumë mundësi të informoheni se si është bërë ky ligj dhe për kë është bërë dhe kur i shërben. Kuptohet që nëse unë i them në rësime që ligji 21/24 largon Edi Ramën, nëna ime thotë te e beke me tas, o mec, se nuk e kupton. As katonat e mi nuk e kuptojnë, as familjarët e mi nuk e kuptojnë, edhe një pjesë shoqërisë nuk e kupton, sepse nuk kanë lexuar as në librin e. Unë mendoj se kjo patjetër që është shumë e rëndësishme, është një nga 5 pikat që ne parimisht kemi rënë të gjithë dakord, të gjithë sheshi i mshon atyre 5 pikave dhe nuk e shoh me vend që dikush nga ne të kërkojë dhe të japi prioritet dhe të kthej si retorik kryesore njërë nga 5 pikat dhe jo të 5 bashkë. Ndaj, unë mendoj që nuk është i dëmshëm vetëm ky ligj. Unë mendoj që në këto 86 vite vetëm ligje në dëm të shqiptarëve janë bërë. Nuk di një ligj që të jetë bërë në favor të popullit. Patjetër të gjitha kanë shkelje, të gjitha kanë gjëra, po si mundet i kërkohet shfuqizimi i atij ligji, pikërisht ai që e ka hartuar. Edhe nëse ne e dim që ajo është themra e akilit e atij, patjetër që ai do bëj çmos dhe përpjekje për ta ruajtur atë gjë që të mos të dëmtohet. Pra, nëse ti ke kërkuar rënien e sistemit politik, rënien e klasës politike dhe të shkatrimin e gjithë establishmentit që i ka bërë dëm këtij vendi, mendoj që ke fituar betejën. Më pas do merren ekspertët e fushës për t'i ribërë nga e para të gjitha ligjet që janë bërë keq. Dhe unë mendoj që nuk është vetëm ai, është paketa e maleve, mua më ngjason për të mos thënë që është motamo e njëjta gjë si paketa që Sali Berisha kishte me Shqipëria 1 euro. Thjesht ka ndryshuar emërtimin, paketa e maleve. Të dyja ligjet dëmtonin vendin, të dyja e shisnin adheun, e shisnin për një cop bukë, për të mos thënë që e falnin fare. Kështu që mendoj që nëse neve e rrëzojmë këtë sistem politik, nëse e rrëzojmë këtë kastë të kalbur politike, ne mund të arrijmë që me intelektualët tanë, me njerëzit e ditur të këtij vendi, ti ndërtojmë dhe t'i bëjmë nga e para të gjitha gjërat që janë bërë mbrapsht. Ndaj, lus Dritanin, por dhe gjithë të tjerët që mërziten pse nuk bëhet njëra apo pse nuk bëhet tjetra,
të vinë në shesh, ti diskutojmë hapur, pse jo, unë nuk e di arsye pse Dritani nuk ka ardhur asnjë ditë në shesh, sepse për 3 muaj mendoj që mund ta kishte gjetur një zgjidhje për të ardhur dhe për të bashkuar protestës tonë në shesh, por le të jetë kjo një ftesë publike për ditët në vazhdim. Unë do jem i pari që do ta mbështes Dritanin të vinte në shesh, të bëj protestën. Unë nuk do t'i jap 24 orë, por do t'i jap dhe një javë që do t'i mëshoj vetëm atij ligji. Nëse ai mendon se nëse e mbajmë protestën vetëm tek ai ligj dhe e rrezojmë, unë do t'i qëndroj mbrapa dhe do ta komplimentoj për arritjet që mund të kemi. Ama dua ta pyes, nëse ne nuk e arrijmë dot mbas një jave ato që Dritani kërkon dhe i mëshon, a do të ishte i gatshëm që 4 të tjerat të i bashkoshe protestës dhe ta mbështeste më fuqishëm se është investuar në këto 80 ditë për ligjin? Kjo është pyetja. Unë mendoj që ka ardhur dita që shqiptarët nuk duhet të ndahen më. Ka ardhur dita që shqiptarët duhet të jenë bashkë për të gjitha pikat dhe për një qëllim. Të gjithëve na bashkon që kjo klasë politike të zhduket një herë për gjithmonë. Ndaj, shqiptar të dashur, ju lutem, bëhuni bashkë, lërini ndasit, pakënaqësit, çdo gjë që keni, një herë të vetme. E dim që e kemi të pamundur me vllajën e motrën, jo më me njerëz që i kemi njohur vetëm 80 ditët e protestës. Do të ishte në të mirë të vendit nëse ne këto përpjekje do i bënim vetëm për t'i arritur objektivin. Nëse ne përqendrohemi dhe krijojmë shashka të tilla sipas meje, thjesht që orientojnë publikun dhe publiku fillon të ndahet në 2 pjesë, në pro dhe kundra. Jo detyrimisht duhet të jeni dakord me këndvështrimin tim, por për një gjë ka qenë ndërshekuj. Edhe vetë Skënderbeu ka thënë, kur jeni bashk, jeni më të fortë dhe mund t'ja dilni. Nëse ne vazhdojmë edhe të ndahemi në çdo lloj retorike, në çdo lloj debati publik, atëherë dije se do të coptohemi dhe ky pushtet dihet botërisht në 86 vjet ka fituar nga kjo gjë, nga slogani i tyre i famshëm për çfarë sundo. A do të jemi ne edhe këtë herë të përçarë që ata të vazhdojnë të na sundojnë? Unë mendoj që ka ardhur dita që neve këtë gjë ta ndryshojmë. Dhe si ndryshohet vetëm duke qenë të gjithë bashkë. Ju lutem, bashkohuni, ejani në shesh, protestoni, gjejeni një mënyrë, do më keni krah çdo kush që do ta bëj këtë gjë, çdo kush që do krijoj paqen mes grupeve të caktuara, paqen mes individësh, paqen mes gjithë njerëzve që mendoj që në të vërtet e duan protestën, por thjesht ka rënë në atë grackën e për çfarë sundon. Ju lutem, largohuni, shmanguni, ka ardhur dita që ne ta fitojmë këtë gjë. Jemi konsoliduar, është një moment shumë i rëndësishëm për Shqipërinë dhe ne nuk duhet ta lëmë këtë radhë të na ikë. Kështu që bashkohuni.